sa herë që ndodhin sprovat, nëse ne duam që të shpëtojmë, atëherë ka një rrugë që mund ta trasojmë. Dhe kjo është rruga e të dërguarit të Allahut. Është rruga e sunetit. Imam Maliku, Allahu mëshiroft, kur fliste për sunetin, thoshte se sunetin kuptimin e këtyre kohrave të turbullta, e këtyre trazirave, e këtyre sprovave, i ngjan anijes së Nuhut alayhis salam. Ai që ka hypur në anijen e Nuhut ka shpëtuar nga tufani. Dhe ai që hipën në anijen e sunetit, ai shpëton nga këto sprova. Prandaj, ne të nderuar vëllezër, nëse i mbahemi sunetit të Muhamedit alayhis salam, ne e kemi trasuar një rrugë të duhur për të mbrojtur nga sprovat. Dhe këtë ne ka thënë vetë i dërguari Allah, Muhamedi alayhis salam, i cili në një prej porosive të tij ka thënë në mënyrë tekstuale kësaj. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Vërtet, ai që jeton prej jush pas meje do të jetë dëshmitar i ndryshimeve të shumta që do të ndodhin. Fa alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin. Prandaj në këto kohra të turbullta, të ndryshimeve të mëdha, ju duhet të mbaheni për sunetit tim dhe sunetit të Ebu Bekrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut, sunetit të khulefave, të prizve, të udhëzuar dhe të drejtë. Tamassaku biha, mbahuni për sunetit, wa addu alejha bin nawajid, dhe në mënyrë figurative, ka thënë Muhamedi alayhis salam, kapeni me dhëmbal, pra mos ju ndani në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë sunetit. Arsyeja se pse ne duhet të mbahemi sunetit, është se në sunet neve na ofrohen këshilla, na ofrohen udhëzime, na ofrohen rekomandime. Në sunet ne mësojmë për mënyrën se duhet të gjendemi në situatat të këtilla. Në sunet ne të vërtet jemi, siç ka thënë Imam Maliku në një anije, ose siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, edhe më mirë edhe më bukur, jemi brenda një kalaje, jemi brenda një fortifikate, jemi brenda një shtëpie në cilën ne jemi të sigurt. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Ata që e adhurojnë Allahun në kohë të fitneve, në kohë të vrasjeve, në kohë të krimeve dhe vrasjet e shpeshta janë një prej treguesve të këtyre fitneve, ata që zgjedhin të adhurojnë Allahun në këtë kohë janë sikur ata që kanë migruar tek unë. Pra në qoftë se ne mbahemi sunetit tani, është sikur të kemi migruar fizikisht në Medinë, ku ka qenë Muhamedi alayhis salam.